pikat e para, aspektet e para që duhet të trajtoj janë çështja e shkakësisë dhe rolit të mbrojtjes së viktimave lidhur me të. Ne kemi dy diapozitiva që do të na ndihmojnë sot mëngjes për këtë çështje dhe mendimin e sekretarit të gjykatës do të kërkohet që të shfaqet i pari në ekran. Të tre këto diapozitive mund të transmetohen për publikun. Thank you. Faleminderit, mund të kalojmë tek diapozitivi 2, ju lutem. Në krye të faqes kemi një ekstrakt nga transkripti faqja 28908 nga parashrimi të selimit të premten e kaluar. Parashtrimi i mbrojtjes së viktimave mbështetet gjithashtu në mënyrë të gjerë në të rrëfime të bindjes emocionale, të cilat, edhe pse të rënda dhe që meritojnë të pranohen të njihen si të tilla në mënyrë të përsëritur, dështojnë për nuk vërtetojnë lidhjen e individualizuar dhe të ligjshme që qëndron me krimet për të cilat ngriten akuzat. Në këtë kontekst, trupi gjykues përballet me pyetje nëse vuajtja që ka ndodhur nuk përballet me pyetjen nëse vuajtja ka ndodhur, por nëse ka prova që lidhin në mënyrë të ligjshme të vuajtje me krimet për të cilat zoti Selimi akuzohet në mënyrë personale. Pra, se mbrojtja e Selimit duhet se propozon dy gjëra. Së pari, se ne nuk kemi vërtetuar apo të treguar lidhjen midis dëmit të pësuar nga viktima dhe krimet për të cilat janë ngritur akuza dhe do të trajtoj këtë në një çast duke përgjigjur komenteve të mbrojtjes lidhur me provat apo dëshmitë e ekspertëve. Së dyti, pra pretendimi është se ne nuk kemi vërtetuar lidhjen midis krimeve dhe mbrojtjes dhe zotit Selimi. Përgjigjja jonë për këtë pikë të dytë përmban dy aspekte. Njëra është se nuk ka kriter apo kusht ligjor për neve që të vërtetojmë ekzistencën apo lidhjen midis krimeve dhe zotit Selimi apo të akuzuarve të tjerë, jo në këtë fazë dhe në fakt as në një fazë tjetër të këtij procesi. Së dyti, si pasojë, ne sigurisht që nuk jemi përpjekur të bëjmë asgjë të tillë konkretisht para që të vërtetojmë një lidhje midis krimeve dhe zotit Selimi. Ajo që ne kemi bërë është që kemi paraqitur informacione dhe prova lidhur me dëmin që kanë mësuar viktimet. Dhe kjo kërkohet nga ne. Nuk është puna jonë që të vërtetojmë akuzat kundër zotit Selimi. Kjo është punë e prokurorisë.